ndarje, dikush të pyet, cila është droga më e fortë që ke provuar në jetë? Dhe përgjigja është vetëm një: dashuria. Ka njerës që pas ndarjes e shtin, ka të tjerë që bëjnë si kur harrojnë, por brenda se cilit prej tyre ka një zemër që ende kujton. Disa i fshin fotografit, disa numrat nga telefoni, por kujtimet nuk fshihen dot kur dikush ka qenë gjithë bota jote. Sepse kur dashuron me shpirt, nuk ka ilaç që të shëron. Koha mund të mbyll një plagë, por kujtimin nuk e largon. Cila është droga më e fortë që ke provuar në jetë? Dashuria. Pastaj të rëzon për tokë, të mëson të qeshesh, pastaj të mëson të qesh. Dhe kur mendon se ke harruar, mjafton një kënd, një herë një kujtim, dhe zemra pra e kërkon. Dashuria, droga më e fortë në jetë. Ka njerës që ndahen çdo ditë, por jo çdo zemër ndahet njësoj. Dikush largohet duke buzëqeshur, dikush qan kur mbetet vetëm. Disa thonë jam mirë, por askush nuk e di të vërtetën, sepse nata i qenë vetëm me kujtimet që nuk i tregojnë askujt. Dhe nëse një ditë dikush ju pyet pse e deshe kaq shumë, mos u turpëroni nga përgjigja, sepse të duash nuk është dobësi, është të japësh një pjesë të shpirtit dhe të shpresosh që tjetri të mos ta thyej. Cila është droga më e fortë që kemi provuar në jetë? Dashuria. Na ka bërë të qeshim, na ka bërë të qajm, na ka dhënë krah, na ka mësuar të bijem. Dhe edhe kur na ka lënduar, përsëri do ta zgjidhni, sepse disa dhimbje ja vlen të jetohen. Dashuria, droga më e fortë që njeriu mund të provojë. Dhe ndoshta një ditë do të shërohemi, por dashurinë e parë, atë që na ndryshoi jetën, nuk e harrojmë.